Vetëm pak ditë i ndajnë haxhinjët e Kosivarit nga nisja drejt vendeve të shenjta islame, aty ku çdo hap kujton historinë e fesë dhe jetën e të dërguarit të Allahut Muhamedit alayhis salam. Për shumë prej tyre, ky udhtim përfaqëson kulmin e një pritje të gjatë, një ëndër shpirtërore që më në fund po bëhet realitet. Kul sadaqallahu fattabi'u millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal mushrikin. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا. Në prag të nisjes, Muftinia e Kosivarit organizoi takim tradicional informativ me haxhinjët, ku prezantuan të gjitha përgatitjet organizative, obligimet fetare dhe udhëzimet që do t'i shoqërojnë besimtarët gjatë kryerjes së haxhit. Në sallë mbizotronin emocionet, lutjet dhe ndjenjat e përulësisë para një udhëtimi që konsiderohet ndër më të rëndësishmit në jetën e një besimtari musliman. Muftiu i Kosivarit, Sabaudin Zendeli, foli për madhështinë e haxhit dhe pozitën e lartë të haxhinjëve, duke theksuar se ata gjatë këtij rrugtimi janë mysafirë të Zotit. Ju jeni ata të cilët do të bëni udhëtimin tuaj të jetës. Shkuarja në haxh është vetëm për një qëllim, për hir të Allahut fuqiplot. Ato të cilët i madhi Zot nga 2 miliard muslimanë në botë përzgjedh për çdo vit të dashurit e tyre. Allahu fuqiplot jep mundësinë që me mëshirën e tij, me faljen e tij dhe me dashurinë që Allahu fuqiplot reflekton mbi robërit e tij, këtë vit të përzgjedh 2 milion, 3 milion sa do të jenë në Qaben e bekuar. Do të jemi në vendin ku u takua Ademi alayhis salam me Havën. Do të jemi në vendin ku Ibrahimi alayhis salam la gjurmët e tij me të birin Ismailin alayhis salam. Por mbi të gjitha do të jemi në vendin ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, më i dashuri i Allahut dhe i besimtarëve Muhammed Mustafaja, aty lindi, aty eci këmba e tij, dhe aty do të jemi edhe ne që të ecim pas atyre gjurmëve. Do të veshemi me ihramin që simbolizon bardhësinë e shpirtrave tonë, të niyetit tonë, dhe do të jemi në ato vende të bekuar mbi të gjitha për të kryer kushtin e 5 islam, respektivisht haxhin. Këtë vit, Muftinia e Bashkisë Fetare Islame e Kosivarit ka një numër rekord të haxhilerëve të saj. Grupi i përgjithshëm që do të jemi gjithë ne është numri 512, ku në mesatare është atë sa ka burra, qash do të ketë edhe të gjinisë femërore, respektivisht motrat, nënat tona. Pranë haxhinjëve në këtë ditë të veçantë, qëndroi edhe kreu i Bashkisë Fetare Islame në Maqedoninë e Veriut, Shaqir Efendi Fetau, i cili përcolli mesazhe, lutje dhe urim për një udhtim të lehtë, haxh të pranuar dhe kthim të mbar pranë familjeve të tyre. Ju sot na keni ndëruar edhe neve që nuk do të jemi në haxh, sepse ju jeni të caktuar nga Allahu fuqiplot që t'jeni këtë vit në vendet e shenjta. Dhe ju keni marrë një titull shumë të lartë që u ka dhënë i Madhi Zot. Ju, i Madhi Zot, u ka emëruar me një titull të lartë që quhet Duyufur Rahman, musafir të Allahut fuqiplot. Allahu juve ju ka thënë, ju jeni musafirët e mi. A ka titull më të lartë
se i madhi Zot të të mbroj musafir i tij. I madhi Zot e din më smiri me dijen e tij absolute çka përjetoni sot, çfarë kënaqësie shpirtërore dhe morale ju keni. Dhe ai e din se ju kur do të niseni, do t'i thoni Allahut fuqiplot, lebejk, lebejk e la sherike leke lebejk. Fjale madhe, të përgjigjemi, o i madhe Zot, të përgjigjemi, tër jetën kemi menduar që t'i përgjigjemi urdhrit tënd. Dhe ja, nuk e kursem as shëndet, as pasurin ton, as vendlindjen ku jemi rritur. Nisemi vetëm e vetëm se ti ke urdhruar që një herë në jetë ta vizitojmë Qaben dhe vendet e shejta, vendet ku filloi Islami, ku lindi Muhamedi alayhis salam, ku u zhvillua Islami dhe ku u përhap Islami. Për këtë shkak i madhi Zot u ka quajt juve musafir të Allahut fuqiplot. Përveç aspektit shpirtëror, rëndësia e veçantë i është kushtuar edhe sigurisë dhe shëndetit të haxhinjeve. Nga Bashkësia Fetare Islame njoftojnë se ekipet të posaçme mjekësore do të jenë në dispozicion të besimtarëve 24 orë, duke garantuar mbështetje gjatë gjithë qëndrimit në haxh. Ekipi mjekësor përbëhet prej 3 mjekëve nga Muftinia e Gostivarit. Doktor Sumeja Nuredini Lushi, Doktor Vullnet Mehmeti dhe Besim Mehmeti unë. Mirë po nuk janë vetëm 3 mjekë, si vjetë do t'jemi komplet 19 mjekë. Përgjegjës i ekipit mjekësor, si koordinator do t'jetë një djalë shumë i përgatitur nga Shkupi, Doktor Ramush Sali. Dhe pas takimit me kretarin e Bashkisë Fetare Islame, në koordinim me koordinatorin nga Shkupi dhe mjekët tjerë, ne ram dakord që në Mekë dhe në Medine do të kemi një dhomë të veçantë kur do të paraqiteni për raste eventuale për kërkesa për trajnime mjekësore, për terapi, që nënkupton se 24 orë ekipi mjekësor do të jetë në shërbimin tuaj. Emocionet ishin të dukshme, sidomos tek ata që për herë të parë të shkelin tokën e shenjtë. Mes lodhve të gëzimit dhe lutjeve, shumë prej tyre shprehen se ky është momenti që e kanë pritur gjatë gjithë jetës, ndërsa ata që kanë qenë më parë në haxh thonë se malli për Qaben dhe përjetimi shpirtëror i rikthen sërish në të njëjtin udhtim. Takimi përfundoi në një atmosferë vëllëzrore ku haxhinjët shijuan mëngjesin e përbashkët dhe morën ihramet si dhe materialet informuese dhe përgatitore që du të nevojiten nga dita e nisjes deri në kthimin e tyre.